Raportimi i dhunës nga mjekët e familjes një vit pas përfshirjes së këtyre të fundit në sistemin e referues rezulton të jetë një mekanizëm jo efikas. Sipas të dhënave për 6 muajt e parë të vitit 2026, vetëm një rast të dhunë është referuar nga mjekët e familjes në 3 bashki të Fier, Patos dhe Roskovec. Është pikërisht Roskoveci ku një mjek ka raportuar ose zbuluar dhunën ndaj pacientes, kur kjo e fundit kërkoi trajtim mjekësor. Realisht, rastet që vinë të dhënuara, fillimisht shkojnë në organet e policisë së shtetit, pastaj mund të merret edhe informacion nga ana jonë mbi këto raste, por rastet të cilat vinë direkt në qendrën shëndetësore të Levanit, përgjithsisht përpiqen që ta fshehin dhunën ndaj tyre, por mjeku në bazë të informacioneve që ai ka edhe të mënyrës se si po përpiqet pacienti që ta fshehë dhunën ndaj tij, eksploron më shumë në sjelljen e tij të fshehur, duke parë që këtu ka disa elemente që nuk shkojnë dhe në momentin që konstatohen shenja të dhunës, qofshin ato verbale apo fizike, në bazë të ligjit bën menjëherë referimin e rastit sipas organeve kompetente. Relativisht qendra është e hapur për të ofruar shërbim për të gjitha kategoritë edhe grup moshat. Rastet e dhunës të fëmijëve të jemi të sinqert nuk kemi pasur. Kemi pas bashkëpunime me shkollat nëse ka pasur raste të bullizimit të fëmijëve, për këtu kemi qenë bashkëpunues, por që patjetër çdo lloj kategorie mund të marrë shërbim në qendra shëndetësore.